Gjatë ditës dhe natës së kaluar, në rajonin e sektorit për punë të brendshme Tetov, janë shoqëruar 6 persona për shkak të dyshimit të bazuar për vepër penale sipas nenit 297A të kodit penal, drejtimi pa kujdesshëm i mjetit motorik. Të gjithë personat kanë drejtuar mjetet pa fituar të drejtën e drejtimit, gjërgjësisht pa leje drejtimi, me që rast mjetet u janë sekuestruar. Në rrugën Blagoj Atoska në Tetov, në ora 12 dhe ora 12:35 minuta, janë privuar nga liria një 65 vjeçar nga fshati Pallatic dhe një 62 vjeçar nga Tetova, të cilët drejtonin motociklet me targa të Tetovës. Në rrugën Iliria në Tetov, në ora 13:45 minuta, në prani të prindit, është privuar nga liria një 15 vjeçar i mitur nga Tetova, i cili drejtonte motociklet me targa të Tetovës. Në lagjen Qashia e Epërme në Tetov, në ora 12:20 minuta pas mesnate, është privuar nga liria një 26 vjeçar nga fshati Trebosh, i cili drejtonte automjetin Porsche me targa të Tetovës. Në rrugën Beliqica në Gosivar, në ora 1:15 pas mesnate, është privuar nga liria një 20 vjeçar nga fshati Debresh, i cili drejtonte automjetin Range Rover me targat Gosivarit. Në rrugën Vllezrit Gjinoski në Gosivar, në ora 1:20 pas mesnate, është privuar nga liria një 52 vjeçar nga fshati Qegran, i cili drejtonte automjetin Audi me targa të Tetovës. Të gjithë janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rasteve do të pasojë parashtresë përkatëse. Dje në orën 15:20 minuta në stacionin policor të Gosivarit është shoqëruar një 24 vjeçar nga Gjermania me qëndrim në Gosivar për shkak të dyshimit për përfshirjen e saj në një sulm fizik të raportuar më parë më datë 13 dhjetor 2025. Dje në orën 17:37 minuta, në departamentin për punë të brendshme Gosivar është raportuar se në një shtëpi në rrugën Vllezrit Gjinoski është gjetur i vdekur një 73 vjeçar nga Gosivari, i cili jetonte vetëm. Mjeku i ndihmës së shpejtë ka konstatuar vdekjen pa gjurmë të dukshme dhune. Me urdhër të prokurorit publik, trupi është dërguar për obduksion. Sot në mëngjes në orën 2:40 minuta në rrugën Todor Qipovski, Mergjan, në Tetov, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 31 vjeçar dhe një 30 vjeçar, të dy nga Shkupi, pasi që janë sjellë në mënyrë agresive ndaj policisë gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Ata janë ndaluar në stacion policor dhe pas dokumentimit do të vijojë kallëzim përkatës. Dje në orën 22:50 minuta në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personin 27 vjeçar nga Tetova, pasi që tek ai është gjetur dhe sekuestruar një lëndë pluhur i bardhë. Një rast i njëjtë është evidentuar edhe sot pas mesnate, në orën 12:20 minuta në Tetov. Zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 44 vjeçar nga Tetova.